Përshëndetje nxënës, sot në lëndën e gjuhës kemi temën Dhia dhe ujku. Në fund të kësaj ore, mësuesja dua që ju ta lexoni fabulën me intonacionin e duhur, duke respektuar shenjat e pikësimit, të përshkruani me fjalë të thjeshta personazhet e fabulës dhe të shprehni ndjenja dhe mendime personale rreth fabulës. Çfarë është fabula? Fabula është një krim letrar ku personazhet janë zakonisht kafsh, bim apo sende pa jetë të cilat veprojnë e flasin si njerëz. Zakonisht shkruhet në prozë, por ka raste edhe në vargje. Ajo mbyllet me një mesazh. Personazhet kryesor të fabulës son janë Dhia dhe ujku. Përpara se të lexojmë vjershën, e cila është në formën e fabulës, mësuesja do t'ju japi pak informacion për dy personazhet e kësaj fabule, Dhia dhe ujku. Dhia është kafshë shtëpiake e shkathët me brirë, me lesh të gjatë, të drejtë të ashpër, mbahet për qumshtin, leshin, mishin dhe lëkurën. Ushqehet me fera, gjethe të njoma, nga qumshti i dhis bëhet djathtë dhe ka veti kurative. Dhie egër, e bardhë, e zeze, larme, e kuqe, dhishyt. Ujku është kafsha më e madhe e llojit të qenve. Ajo vrapon shumë shpejt dhe ka rezistencë të madhe. Shqisat e të dëgjuarit dhe të nuhaturit i ka shumë më të zhvilluara se shqisën e të parit. Jeton në grupe prej 10 deri në 15 antarësh. Shkojnë në grupe në gjueti dhe ushqehet kryesisht me mish. Hapet libri në faqen 158. Dhia dhe ujku. Lexojmë me kujdes vjershën. Në përshkrepa dhia breth, maj I malit gjethin zgjedh. Eshe ujku s'ngjit e dot, urt e but ndaj I thot. Pse ropatesh moje mjerë, eja poshtë, vend I gjerë, uj I ftoht, ferr e njom, bar e lule plot arom. E ç'të duash, motër e gjen, e di sa keq të vjen. Jo për mua, ujk I shkret, po ke hallin, ç'to hash vet. Tani shohim me kujdes vjershën. Sa strofka ka vjersha? Kjo vjersh ka 3 strofka. Sa vargje ka secila strofë? Secila strofë ka nga 4 vargje. Pra kjo është një fabul në formën e vjershës. Strofka e parë, disa pyetje rreth saj. Ku pre dhia? Çfarë kërkon dhia majmalit? Çfarë mund t'i thot ujku? Këto janë pyetje që ju do t'i jepni përgjigje pasi ta lexoni shumë herë vjershën. Strofka e dytë, çfarë I thot ujku dhis? Çfarë oferte I bëri ujku dhis? A do të pranoj dhia? Strofka e tretë, si u përgjigj dhia? Si e kuptoni ju përgjigjen e dhis? Fjalë të reja. Shkrep, shkëm me majtë të mpret, ropatem, përpiqem e mundohem shumë. Përmbledhin fabulën. Pra, për çdo varg dhe strofk e kemi përmbledhur nga një fjali kryesore. Dhia brith dhe maj malit për të zgjedhur ushqim të mirë, ujku e pa për nuk ngjitet dot aq lart për ta kapur, urt e but ai propozoi të zbriste poshtë për ushqim më të mirë, dhia e kuptoi qëllimin e ujkut dhe ju përgjigj me zgjuarsi. Personazhet kryesor janë Dhia dhe ujku. Çfarë cilësish kishte dhia? Ishte e zgjuar, e shkathët, e palodhur, ndërsa ujku dinak, I egër, I lig. Në fund të librit ne kemi rubrikën Reflektoj. Kjo fabula mëson të jemi miqësor me të gjithë, të mos I besojmë asnjëherë të panjohurve. Për detyrë shtëpie, mëso përmend fabulën. Dhe në fletore, shkruaj 3 cilësi për secilin personazh. Ilustro me vizatim njërin nga personazhet e fabulës. Mësuesja ju uron punë të mbar. Mirupafshim.